Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk do harxhoni më lek. Limoni në dhomën tuaj të gjumit mund t'ju shpëtojë jetën. Limoni, përveç se të qenë një agrume e pasur me proteina, minerale dhe lëndë ushqyese të domosdoshme për të mbajtur trupin në lëvizje të vazhdueshme, është edhe një nga komponentët që tërheq energji të mirë dhe e largon energjinë e keqe. Ky frut përdoret në Feng Shui dhe në budizëm për të shmangur shpirtrat e këqij dhe vendosja e tyre në dhomën e gjumit mund të ndryshojë jetën tuaj. Shumë kultura kanë pohuar se, pas kryerjes së ritualeve energjike dhe limonit të freskët, jeta e tyre ka ndryshuar rrënjësisht dhe përgjithmonë, duke mos përjetuar më stres, duke ndryshuar emocionet dhe hidhërimet e trupit. Dëshironi të dini se si të hiqni të gjitha ndikime negative nga jeta juaj. Sipas Feng Shui do t'i rendisim ato në këtë video. Limon me krip. Ky ritual mund të përmirësojë energjinë tuaj shpirtërore thjesht duke e vënë atë në dhomën e gjumit. Për të përgatitur këtë ritual, duhet të merrni një limon të freskët dhe me një thikë të prisni atë në kryq, por gjysma jo plotësisht. Në secilën pjesë vendosni krip. Pas këtij hapi, mbylleni dhe vendosni në shtrat në mes të tryezës ose në një cep të hyrjes së shtëpisë suaj. Kështu që do të kuptoni se të gjitha energjitë negative, mendimet e këqija dhe ngarkesat e rënda do të absorbohen nga fruta dhe do të mbizotrojnë vetëm energjitë pozitive, dashuria, prosperiteti dhe bollëku. Bëheni këtë për 3 ditë me radhë dhe do të shikoni ndryshimin sipas Feng Shui. Udhëtoni me limon. Ky është një ritual relativisht i thjeshtë sepse e gjitha çfarë duhet të bëni është të merrni një limon dhe ta vendosni në çantën tuaj përpara se të dilni nga shtëpia dhe ta mbani atë gjatë gjithë ditës me vete. Kur të ktheheni në shtëpi do të vini re se ai është i thatë. Kjo për shkak se në rrugë ka shumë presion nga të gjithë njerëzit dhe tentojnë të absorbojnë energji negative. Prandaj, para se të largoni energji negative dhe ajo të kalojë në trupin tuaj, mbani këta agrume me vete, në mënyrë që të mbani larg edhe energji negative. Lëngu i limonit. Ju mund të përdorni lëng limoni të përzier me ujë, për të pastruar pajisjet në mënyrë që të shmangen ngarkesat e rënda, mendimet e këqija dhe subjektet rreth jush. Sipas Feng Shui, edhe gjethet e agrumeve mund të mbizotrojnë për të larguar energji negative. Besohet se, nëse përgatisni një çaj me gjithë e limonit dhe e pini përpara se të shkoni në shtrat për 7 ditë me radhë, do të rrisni përgjithmonë edhe fuqinë tuaj. Ka njerëz që kanë përdorur edhe rezultatet e tyre janë shfaqur që nga dita e parë. Limoni është gjithashtu në gjendje të përmirësojë prosperitetin, bollëkun, dëshirat tuaja më të thella dhe njerëzit që duan më shumë mund të përfitojnë nga kjo agrume. Sipas Feng Shui, limoni është një nga frutat më të mirë për të përfshirë në dietën tuaj. Limonët janë të dobishëm për shkak të niveleve të larta të vitaminës C, por mund të ketë edhe disa benefite të tjera në spektrin psikologjik. Siç raporton Brightside, vendosja e një limoni pranë shtratit mund të sjellë dobi për shëndetin tuaj. Besojeni ose jo, vetëm një limon mund t'ju bëjë më të lumtur dhe do ju ndihmojë të luftoni ankthin. Aroma e këtij fruti do ju qetësojë sistemin tuaj nervor, redukton ankthin dhe lehtëson tensionin pas një dite të vështirë. Kjo agrume gjithashtu do ju ndihmojë të qetësoheni madje dhe të përmirësoni imunitetin. Nëse nuk keni lëng limoni, vendosni një frut pranë shtratit dhe do ju ndihmojë me pagjumsinë. Përveç këtyre dobive psikologjike, Brightside raporton se limoni gjithashtu do ju ndihmojë të përmirësoni përqendrimin tuaj. Aroma e limonit do të bëjë që të punoni më shpejt dhe në formë më efektive. Lëngu i limonit është përdorur për shekuj me radhë në mjekësinë tradicionale për vetitë e tij shëruese, duke përfshirë aftësinë për të vepruar si diuretik dhe gjithashtu ai është i përdorur si për locione dhe tonik për një gamë të gjerë të problemeve shëndetësore. Po ashtu kripa, një element i pasvendësueshëm për trupin, është i domosdoshëm për funksionet e trupit si dhe për mbajtjen e aftësive tuaja shëruese. Kur kombinohet me piper të zi dhe krip, ky trio mund të ndihmojë në trajtimin e disa shqetësimeve të zakonshme shëndetësore. Shumë njerëz e fillojnë ditën me një filxhan kafe për të marrë energji dhe për të zgjuar, por nëse po kërkoni një alternativë më të shëndetshme dhe të freskët, ekziston një pije që mund t'ju zgjojë edhe më shpejt dhe t'i jap përfitime të shumta për shëndetin.
Për të përgatitur këtë pije ju nevojiten vetëm 3 përbërës të thjeshtë dhe të njohur: mollë, limon dhe ujë. Kombinimi i këtyre përbërësve jo vetëm që është freskues, por gjithashtu përmirëson shëndetin tuaj të përgjithshëm, citon Brightside. Limoni është një nga llojet më të dobishme të frutave që mund të përdoren në mënyra të ndryshme, nga shtimi i tij në çaj gjatë stinës së ftohtë deri te ëmbëlsirat e shijshme si dhe shtesat në vakte. Ngrënia e limonit është shumë e dobishme për shëndetin, dhe këto janë disa nga përfitimet më të zakonshme për të gjithë trupin që lidhen me shtimin e përditshëm të limonit në dietë. Ato janë të pasur me vitaminë C. Limoni dihet se përmban vitaminën C, një vitaminë domosdoshme që forcon sistemin imunitar, ndihmon trupin të luftojë ftohjen dhe të përmirësojë shëndetin e lëkurës, duke rritur prodhimin e kolagjenit, citon Health Shoots. Ndikimet pozitive të limonit janë edhe në humbjen e peshës. Limonët janë të ulta në kalori dhe të pasura me fibra, veçanërisht pektin, e cila ndihmon në zgjatjen e ndjesisë së ngopjes dhe zvogëlimin e dëshirave të përgjithshme për ushqim, duke i bërë ato të shkëlqyera për humbjen e peshës. Ajo përmirëson edhe tretjen. Pirja e ujit të ngrohtë me limon është gjëja e parë në mëngjes që mund të ndihmojë në fillimin e punës të sistemit tretës. Limoni stimulon prodhimin e biliar, e cili ndihmon në zbërthimin e ushqimeve dhe përmirësimin e përthithjeve të lëndëve ushqyese. Ai mbështet edhe shëndetin e zemrës. Vitamina C, fibra dhe përbërësit e bimëve të limonit janë të njohura për shumë për të ulur presionin e gjakut dhe kolesterolit, duke ndikuar në uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Dhe limoni gjithashtu është i pasur me të gjitha këto lëndë ushqyese. Parandalon gurët në veshka. Acidi citrik në këtë frut mund të parandalojë rritjen e gurëve në veshka, duke rritur volumin e urinës dhe duke ndihmuar në largimin e mineraleve që mund të shkaktojnë formimin e gurëve. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Antioksidantët në limon ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, të cilat dihet se shkaktojnë plakjen e lëkurës. Vitamina C ndihmon në reduktimin e linjave të imta dhe rrullave dhe ndriçon tonin e lëkurës. Zvogëlon gjithashtu inflamacionin. Limoni ka veti antiinflamatore që ndihmon në reduktimin e intjes dhe dhimbjeve në kushte kronike si artriti. Ato gjithashtu janë të mira për mbështetjen e shëndetit të përgjithshëm të kyçeve. Freskon frymëmarrjen. Limoni ka veti antibakteriale që ndihmon në vrasjen e bakterjeve në gojë, duke reduktuar erën e keqe të gojës. Megjithatë, sigurohuni që të shplani dhëmbët me ujë pasi të përdorni limonin, pasi mund të ngelet acidi i tij në dhëmbë, citon Health Shoots. Përmirëson përthithjen e ekurit. Limoni përmban acid citrik dhe vitaminën C, të cilat dihet se përmirësojnë përthithjen e ekurit nga ushqimet bimore. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e rrezikut të anemisë, gjithashtu edhe mungesës së ekurit. Limoni, kjo agrume athët, është shumë më e mirë dhe mund të sjellë edhe ëmbëlsinë e duhur për organizmin dhe jo vetëm. Për fat të mirë, limoni mund të hahet edhe i kombinuar me produkte të mira, por jo i konsumuar veç siç është. Vitaminat dhe mineralet janë pasuria më e madhe që mund të ofrojë limoni, duke u kthyer në një prej frutave më të shëndetshëm. Mënyra e shijimit të limonit është e shumtë dhe e shëndetshme. Limoni mund të shtrydhet në ujë dhe të pihet në mëngjes, mund të përdoret në sallatë ose në supa, ndërkohë që lëkura e tij mund të përdoret në ëmbëlsira. I gjithë fruti ofron mirësinë gjithëpërfshirëse, ndaj kemi listuar përfitimet e menjëhershme që merr organizmi kur e konsumoni një limon të vetëm çdo ditë. Do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetshëm. Limoni është i pasur me vitaminën C që malark rrullat dhe hidraton lëkurën. Tensioni i lartë i gjakut do të ulet. Ngrënia e rregullt e limonit ul edhe tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë e vërteta është se një limon në ditë rregullon nivelin e tensionit. Vitamina C tek limoni është e nevojshme kundër ftohjes, lodhjes, problemeve me tretjen, luhatjeve të humorit dhe të tjera. Vitamina C lufton inflamacionet që është vatra e shumë problemeve kronike. Kjo vitaminë është domosdoshme për mbrojtjen e çelizave tuaja imunitare. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.